Në tregun e frutaperimeve në Gjirokastër vijojnë luhatjet e çmimeve. Konsumatorët shprehen se disa prej produkteve janë të papërballueshme për buxhetin familjar, ndërsa kërkojnë më shumë stabilitet në treg. Perimet kanë ikur në stratosferë, edhe po ikin. Ne shohim që në Turqi për shembull domatja blihet me 60 lekë. Këtu neve e marrim me 400, 350. Këto diferenca nga dalin, si vinë, nafta i bën. Nuk i përballon dot. Të marrësh ilaçet apo të marrësh ushqime. Vetëm që kemi fëmijën tutja që na animojnë fëmija, pas ka mundësi që të ashtu. Sipas tregtarëve, rritja e çmimeve lidhet me disa faktorë kryesor, kundër më të rëndësishmet janë kostot e larta të furnizimit dhe kushtet e pafavorshme klimaterike që kanë ndikuar në prodhim. Çmimi i naftës është veçanërisht, po kjo është një gjë që atyre ju përmbit të gjitha dhe kanë filluar dorë tjetër që prodhoj. Sa të bëjnë, hizmet duan, të gjitha, ka shumë ilaçe që ju hedhin puna. S'është një kushedi e madhe që të thuash. Domatja ka vajtur te 1900 lekë, 2200 lekë, 2300 lekë me kile. Kastraveci? Sallatori te 1000 deri 1500 lekë. Speci? Speci varion nga 2000 deri 2500. Prodhimi i vendit. Tani është 100% i vendit. Ju nuk merrni mall importi? Jo, mall vetëm nga lushi. Pse zgjidhni të merrni prodhim nga vendi? Prodhimi i vendit sepse ndihmojmë njerëzit tanë. Nuk ndihmojmë fermerët e huaj. Kemi vendin mallin tonë shumë mirë. Po për sa i përket kostos, se shikoni këtë? Kosto ka pa kosto sepse ka ndryshuar pak çmimi i naftës njëra tjetra kanë. Ka e blerës, s'ka njerëz, nuk dalën njerëzit. Se s'ka. Çfarë çmimi i tregtoni këto produkte? Po 3.000, një tuf 300 lekë, ja. Një tuf me hutra? 300 lekë. Po të naftën sa e kemi ne që vemi e vim. S'delas as për naftën, e as për neve, e as për punën që bëjëm. Ju nga i cilni këto produkte? Nga Omelica. Ne i kemi të mbjella në arat e Plesatit, në Buce. Edhe të vish qanda i vemi, i bëjëm, vim në shtëpi, i lajmë, i pastrojmë, vim këtu, vetëm naftë dhe gjës nuk kemi në vi. Sa keni arritur që të bëni sot? Sot 5.000 lekë. 5.000 lekë duhet vi nga Omelica këtu, po që të vetet i mblethet të vete në shtëpi. Pavarësisht kësaj, konsumatorët shpresojnë për një ulje të çmimeve në javët në vijim, ndërsa tregtarët theksojnë se gjithçka varet nga ecuria e prodhimit dhe stabilizimit të tregut.